vitin e tij të katërt. Turqia ka mbajtur lidhje të ngushta si me Rusinë, ashtu edhe me Ukrainën, gjatë luftës dhe ka ofruar vazhdimisht ndërmjetësimin e saj për të lehtësuar dialogun dhe përpjekjet për paqe. Mirë, kemi ndikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera. Kam të ftuar zotin Arjan Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për të. Kënaqësia është e imja, zoti Elezi. Sa I përket insertit që sapo dëgjuam edhe raundit të dytë pra që të bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, I cili ka përfunduar ditën e djeshme në Stamboll, pyetja ime është se a do të dështojnë sërish zoti Elezi shpresat për paqe duke lënë kështu pra një rrugë të hapur për një përshkallëzim të ri, vdekje për Rus në front, po I shuaj. E nderuar, duke parë edhe insertin, po edhe analizën e mjedisit sigurisht të si dhe zhvillimet konkrete se si po ndodhin ngjarjet në teatrin e luftimeve, nisur edhe nga këto të fundit, ku Ukraina ndërmori një sulm dhe ofensiv historike konsideruar nga ana e presidentit historik me dëmin e madh kolateral që kemi parasysh me sulmin prej 140 dronëve që u shoqëruan me dëme në shumë aerodrome aeroport të Rusisë, madje ishte një sulm I karakterit strategjik, e cila nuk ishte parë gjatë kësaj periudhës së luftimeve. Kemi parasysh që pavarësisht këtyre përpjekjeve nga ana formale për të arritur paqe të diskutuar, zhvillimet të rënë janë ato që tregojnë që do kemi një përshkallëzim të këtij konflikti, nisur edhe nga këto zhvillime, sepse edhe koha e negociatave edhe diskutime nuk gjati më tepër se një orë, për të treguar që palët deklarohen nga ana formale për të ulur në tryezën e bisedimit për të diskutuar, por qasje dhe narrativa aty e lidhen me kërkesat janë të tilla maksimaliste saqë e bëjnë pamundur arritjen e arpushimit dhe nisur edhe nga këto dinamika të reja të luftimeve, kemi parasysh atë që përmendëm në krye të herës, sulmin historik, po themi, që bëri ushtria ukrainase po themi në linjë fronti të përtej asaj të imagjinuarës, do shkojë deri në Siberi, për të thënë që Ukraina ka aftësi, çfarë ka aftësi planifikuese, aftësi organizuese dhe implementuese për aksionet të kësaj natyre dhe për të treguar që unë në tryezën e bisedimeve vi me ato kërkesat të cilet I diktojnë për shkak edhe forcës që kam dëshmuar në këto luftime. Zoti Elezi, duke parë këtu Zoti Elezi, duke parë këtu rolin e Turqisë pra në këto bisedime të paqes midis Ukrainës dhe Rusisë, a mendoni se Turqia pra mund të bëhet viktime për plasjeve të interesave të midis Rusisë dhe Perëndimit për shkak pra ashtu si e thash edhe të rolit të saj ndërmjetësues? E ndëruar Rusia dhe për interesat e veta geopolitike, geostrategjike edhe geoekonomike ka luajtur këtë rol ndërmjetësues jo vetëm tani po edhe më parë. Kjo nisë nga pozicioni I saj I ndërmjetën midis dy bloqeve, Perëndimit dhe Lindjes dhe një zonë të një interes, një zonë të një rëndësie të geopolitike, geostrategjia atë që ka quajtur Napoleoni si Clef du Monde, anqëllës I botës, lidhje midis Lindjes dhe Perëndimit dhe kemi parasysh këtu edhe statun e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare. Një vend antar I NATO-s I kurzuar në sjelljen e saj në raport për çështje sigurisë dhe mbrojtjes me vendet e tjera dhe kryesisht këtu me Rusinë, marrëdhënie Rusinë, po edhe një vend I cili ka një marrëdhënie dhe partneriteti me Bashkimin Evropian për shkak të përpjekjeve të saj për të qenë pjesë e kësaj. Po nga ana tjetër nuk duhen harruar edhe marrëdhëniet e veçanta që ka Turqia me Rusinë, të karakterit ekonomik, furnizimet me gaz dhe naftë përmes operacioneve, sikundër edhe rivalitetet e saj në lindjen e mesme, kemi parasysh në Siri dhe në gjithë hapësirën e lindjes mesme, janë në tërësi dhe nuk mund shihet si viktim, po ajo kërkon ta luajë rolin e saj si aktor I rëndësishëm marrëdhënie ndërkombëtare, duke shfrytzuar këtë momentum historik, të cilët mund ta shfrytëzojë më së miri në mbrojtje të këtyre interesave dhe kemi parasysh edhe pozicionin e saj strategjik, geostrategjik në urat e detit Zi, e cila menaxhon ngushticat e Bosforit dhe Dardanit dhe si tillë roli I Turqisë është I pashmangshëm. Dhe nuk është një rol viktime do thoya, por një rol të cilët ajo kërkon ta luajë dhe ta shfrytëzojë për vete, pikërisht nisur nga profiti I saj, si një shtet I cili
ka një peshë të rëndësishme dhe përmes saj rritet roli dhe fuqia dhe rëndësia e Turqisë në një mision ndërmjetësuesi. Ndonë është nifet ky roli ndërmjetësues apo i shërbimit mirë në rastin konkret, të cilit Turqia më së miri e shfrytëzon së momentu. E qartë. Zoti Rezi, duke ditur pra që nuk kemi tërësisht pra një marrëveshje përfundimtare paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, kemi ende fëmijë pra të rëmbyer të cilët vazhdojnë të jenë peng pra në duart e Rusisë, a mund ta quajmë pra këto bisedime që po ndodhin tashmë në raundin e dytë si një farsë diplomatike? E nderuar, edhe mund të konsiderohet si e tillë, sepse kjo loja me fëmijët tashmë është e bërë, sidomos në këto vatra luftime, zonash luftime që janë, dhe kemi parasysh nuk është më tragjike dhe dramatike situata në këtë zonë konfliktin raport me atë që po ndodh në Gaza, ku në parasysh konfliktin në linjet mesme, ku është një situatë alerti që ka trazuar dhe ndërgjegje ndërkombëtare. Po nuk dim se si është e vërteta për hir të vërtetës atje, të janë zona e luftimi ku në këndvështrimin e palës ruse ajo justifikohet me pretendimin që ne po i mbrojmë këto pikërisht nga për të mos qenë të ekspozuar nga pasojat e luftës, nga vrasjet, nga dëmet e uria e kështu me radhë, po nga ana tjetër pala Ukrainës këmbgul që të janë zona të pushtuara dhe si e tillë dhe Rusia po bën gjenocid dhe kemi parasysh definicionin e gjenocidit ku nuk është thjesht vetëm pushtimi, shfarosja, po edhe deportimi i popullsisë etnike në ato vende me qëllime të caktuara azësuese. Dhe si e tillë kjo do pa në realitet se si është, por mund të përdoret edhe me cinizëm nga palët, sidomos në një situatë diskutimesh dhe negociatash që synohen të arrihen, por që këto negociata po bën një moment agresioni, moment ku bombardimet dhe sulmet ofensive të ndërsjellta nga njëra tjetrën po vazhdojnë. Kemi parasysh atë sulmin që ndërmori Ukraina, po nga ana tjetër dhe përparimet që bën edhe mbi në fronte dhe zhvillimet konkrete në terren në zonat e pushtuara që bën Rusia. Ndërkohë që situata e fëmijëve, po jo vetëm atyre, ka ngjallë edhe ndjeshmërinë e organizatave institucioneve ndërkombëtare, të cilët kanë në mision të tyre pikërisht për rujtjen dhe mbrojtjen e interesit të fëmijëve. Kemi parasysh ato të karakterit ndërkombëtar, international watching, ato që kanë bëjnë me fëmijët, të cilët kanë dhënë dhe kanë përmbushur edhe ato disa misione në shpëtim të kësaj kategorie të cilët vulnerabël ku disa arritje dhe suksese janë bërë. Kemi parasysh edhe rikthimin e fëmijëve apo ndërmjetësimin e shteteve të caktuar në rolin dhe misionin e tyre të shërbimit mirë për të ndërmjetësuar dhe për të arritur disa suksese edhe në këtë drejtim, qoftë të linjës mes Katarit, Arabisë Saudite e tjerë. Mirë, zoti Rezi, ndërkajshë do të shndrohet dhe shkëmbimi i të burgosurve në një lojë cinike politike që do të vonojë kështu pra drejtësim për viktimat e luftës, duke parë nga marrëveshjet që janë arritur pra të këtyre bisedimeve të paqes edhe në raundin e parë dhe në raundin e dytë? Nderuar, kjo mund të konsiderohet edhe si cinike në kuptimin e asaj seriozitetit të diskutimeve që i bën, duke i keq përdorur edhe kaza të caktuara, elemente të caktuara këtyre bisedimeve, kemi parasysh qoftë rastin e Burgosëve, por rastin edhe Minorenve, por kemi parasysh që një vullnet i shprehur i palëve në diskutime është konkretizuar, don disa arritje apo disa marrëveshje të natyre janë bërë dhe nga dy palët janë bërë ndërshkëmbime të Burgosëve, po kemi parasysh një problem i madh që haset këtë temë është edhe për sa i përket edhe drejtësisë për viktimat. Kemi parasysh që backgroundi i Burgosëve të cilët janë kapur si në vijën e frontit, është i tillë saqë ndaj tyre mund të adresohen edhe krime lufte dhe si tillë drejtësia penale nuk duhet të hezitojë të jap fjalën e saj. Por pavarësisht përpjekjeve që ka bërë faktori ndërkombëtar dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në lidhje me adresimin e këtyre përgjegjësive si krime lufte, kemi parasysh që Rusia nuk e njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate, por nga ana tjetër edhe palët të cilët janë përfshirë këto negociata më së shumti intereson arritja e paqes dhe marrëveshjes, përkundër çdo lloj përshkallëzimi që mund vi për shkak të këtyre problemeve. Të dy palët janë në pozicione rigjide të tyre për sa i përket qëndrimit ndaj robëve të luftë, dëshirës për të negociuar lidhur me to, por edhe për sa i përket adresimit përgjegjësive, për sa i përket
dëmet luftës apo gjithë fatkeqësive dhe pasojat e saj. Dhe si e tillë kjo do parë në harmoni me gjithë objektivat që synohen të arrihen përmes marrëveshjes, pavarësisht tyre palët gjithmonë japin disa sheja edhe bashkëpunimi apo të vullnetit ku qoftë në rastin e burgosur, qoftë në rastin e fëmijëve apo disa koncesione që mund të japin njëra tjetër për kërkesat e tyre, janë të tilla gjithmonë në funksion të arritjes qëllimeve dhe objektiva maksimaliste. Kemi parasysh që Rusia ka dalë dhe deklaruar me qëllim maksimaliste në funksion të asaj që ai nuk tërhiqet prej saj dhe sinjali është që këtu synohen të arrihet për t'u dhënë mesazhe force dhe mesazhe të asaj që vullneti për të vazhduar luftën është i tillë saqë ose përmbushën këto të tjerat janë paransishme në lidhje me Ndërkaq, çdo lezi apo e përdor Rusia dialogun si një mashtrim për të fituar kohë dhe për të planifikuar kështu pra edhe ofensivën e saj të radhës, ndërkaq a do dorëzohet dhe Ukraina përballë presionit ndërkombëtar duke rrezikuar kështu territorin dhe sovranitetin e saj? Dihet që Rusia është një dhepër e vjetër në diplomacinë botërore dhe gjithmonë në kufitet për diplomaci dhe diskutimet për arritjen e marrëveshjes, ajo i përdor gjithë këto instrumenta në funksion të kujt arritjes objektive taktike dhe strategjike. Qëllimet e saj janë deklaruar me minister pikash, edhe Rusia e përdor këtë edhe për të fituar kohë në funksion të asaj që Ukraina kërkon 3 ditë arpushim, ndërsa Rusia kërkon çfarë 2-3 ditë thjesht për të tërhequr robërit e luftës dhe për të ripozicionuar forcat e veta në teatrin e luftimit në zonat e pushtuara të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk heziton për të rideklaruar edhe një kërkesat e saj të cilat janë pa pranueshme nga ana palës së Ukrainës, kemi parasysh statusin neutral të Ukrainës, posaderimin e saj në NATO, dinasifikimin e ushtrisë, dhe forcave mbështetëse madje ka shkuar sfundi deri atje që ka kërkuar dhe zgjedh legitimitetin e leadershipit të Ukrainës përmes një procesi zgjedhor një mujor, brenda 100 ditë, shikundër heqjen e sanksioneve e shumë të tjera të cilët në këndvështrimin e Ukrainës dhe jo të Ukrainës janë të papranueshme. Ndërkohë që ka kërkuar ndër të tjera dhe heqjen e mbështetjeve perëndimore dhe mospërfshirjen e tyre apo mospërdorimin e teknologjisë dhe armatimit dhe logjistikës ushtarake perëndimore në vijën e teatrin e luftimeve. Si kundër ajo që thamë që është kryesorja statusi neutraliteti saj dhe mos aderimi i Ukrainës në NATO apo mos kërkimi i dëmshpërblimit për pasojat e luftës. Ndërkohë që Ukraina ka kërkuar pa pjesën e vet kërkesat, të cilët në vështrimin e palës ruse ato janë të parëzueshme, si kanë bëjmë me Putin, me tërheqjen nga zonat e pushtuara Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia. Pa përfshirë krimet që quhen si fita komplet, diçka që është e zaruar tash. E qartë. Mirë, çdo lezi për ta mbyllur sepse jemi në fund. Jo, ndërkohë na sinjohet me që ishte pyetja edhe për Ukrainë. Ukraina është deklaruar përmes presidentit të saj që është në mbrojtje interesit të kombit, të sovranitetit dhe integritetit të saj dhe po bën gjitha përpjekjet për ta ruajtur këtë dhe nuk bën asnjë lloj hapi pas, madje kërkesat e saj janë